Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Islami dallon për botkuptimet dhe konceptet origjinale që ka. Islami është një fe e cila shumë prej atyre botkuptimeve që kanë qarkulluar në mesin e njerëzve, ju ka dhënë kuptime të veçanta, të cilat në fakt e fshehin edhe madhështinë e Islamit. Ne si njerëz ndonjëherë për shkak të perceptimeve të ngushta dhe teje të kufizuara, lumturinë tonë e ndërlidhim me gjëra të cilat janë materiale. Ndërsa nëse ne i referohemi këshillave fetare, atëherë do të gjejmë që lumturia, gëzimi, hareja nuk janë të lidhura domosdoshmë me mjete materiale dhe rrjedhimisht mungesa e tyre nuk nënkupton dëshpërimin dhe mërzinë. Këshilla të cilën sot me lejen e Allahut te bareke ve teala do t'ua përcjellim është e një dietari të madh, e një alimi të dëshmuar historikisht për të, e cila përmbledh këtë koncept në mënyrën më të mirë të mundshme. Fjala është për Imam Shafiun, i cili siç citohet nga Imam Neveviu në Bustanul Arifin, ka thënë: mirësia e dynjas dhe ahiretit përmblidhet në 5 gjëra. E para në pasurinë shpirtërore, e dyta në përmbajtjen nga dëmtimi i të tjerëve, e treta në fitimin halal, e katërta në petkun e devotshmërisë dhe e pesta që të kesh besë dhe besim në Allahun xhallahu ala në çdo gjendje e rast. Kjo këshill ka rëndësinë e vet si nga aspekti konceptual, si nga aspekti reflektues. Nga aspekti konceptual, për faktin se ne ofron Islamin si një fe e cila i ka botkuptimet e veta, të thella dhe origjinale, ndërsa nga aspekti reflektimit ose nga aspekti edukativ, për faktin se kjo këshill vjen si një ilaç për shpirtin, një ilaç për zemrën që vërtet e ka efektin e vet. Para se ne të fillojmë me shpjegimin e kësaj këshille, ashtu siç edhe kemi bërë zakon në këtë seri, do të ofrojmë një përmbledhje biografike rreth atij që na e përcjell këtë këshill, pra rreth Imam Shafiut, Allahu e mëshiroft. Ndonse njihet me këtë llaqab, emrin e vërtet e ka Muhammed bin Idris. Ka lindur në vitin 150 në Gaza, në Palestinë. Ky vit është viti në cilin ka vdekur imami i madh, imami Ebu Hanife, Allah mëshiroft atë dhe të gjithë dietarët musliman. Babai i ka vdekur qysh i vogël dhe e ëma e tij e ka marrë dhe bashkë me të kanë shkuar në Mekë, ku imami ka pasur rastin që të mësoj aty dhe jo vetëm. Ka shkuar dhe ka mësuar edhe në Medinë, edhe në Yemen, edhe në Bagdad. Ka mësuar nga emrat më të njohur të dijeve, siç për shembull në Mekë ka qenë Muslim bin Khalidi, që ka qenë mufti i Mekës në atë kohë, pastaj Fudail ibn Iyadi, i njohur për dijen dhe asketizmin e tij, Sufjan ibn Uyeyne, një det më vetë i dijes. Në Medinë ka marrë mësim nga Imam Maliku, në Yemen nga Mutarrif bin Mazini, ndërsa në Bagdad nga Muhammed bin Haseni. Imam Shafiu është autor i disa librave, në mesin e të cilave edhe libri i famshëm Ar-Risale. Ai ka qenë i njohur për kushtimin në adhurim. Është përmendur nga nxënësi i tij Rabi bin Sulejmani se
Imam Shafiu natën e ndante në 3 pjesë. Në pjesën e parë shkruante, në pjesën e dytë falej, ndërsa në pjesën e tretë flinte. Pra e ka shfrytzuar kohën në maksimum dhe ka qenë prej atyre që nuk janë dalluar thjesht vetëm për adhurimin, por është dalluar edhe për raportet e mira, korrekte dhe fetare që i ka zhvilluar me të tjerët. Përmendet nga Yunus as-Sadafi se një ditë imami kishte pasur një, si them, debat ose polemik me të dhe siç duket ishin ndarë njëri me tjetrin ndoshta edhe paksa të zemruar. Pastaj kur ishin takuar, imami i kishte thënë Yunusit: "O Yunus, a nuk duhet që ne të jemi vëllezër edhe nëse një mesele në ndan? A nuk duhet që feja që në ka bashkuar në mbaj të këtil dhe vllazëria jonë të vazhdoj edhe nëse për një çështje të caktuar unë dhe ti nuk pajtohemi?" Imami ishte i përkushtuar edhe në leximin e Kur'anit. Përmendet se gjatë muajit të Ramazan ai e përfundonte leximin e tërë Kur'anit 60 herë. Pra bënte hatme Kur'anin 60 herë. Dietarët e kanë lëvduar dhe kanë thurur fjalë miradije të mëdha për Imam Shafiun. Kutejbe bin Saidi ka thënë: Shafiu është imam. Mësuesi i Buhariut, Ali bin Medini, ka thënë: mos ju ndani librave të Shafiut. Mësuesi tjetër i Imam Buhariut, Humejdi, kur ka folur për Imam Shafiun, e ka quajtur si zotëri të fukahave, pra si lider, si prejes, si njerin më të rëndësishëm prej tyre. Sufjani ibn Uyejni, më falni, e quante si njeriu më të mirë të kohës vet. Imam Ahmedi, që ka pasur një histori më të gjatë me të dhe një raport të thellë dhe të madh me të, përmendi se e përmendte në vazhdimsi Imam Shafiun dhe i dërgonte lutej për të për mëshirë. Dhe i biri e kishte pyetur një ditë se po e përmendte kaq shumë cila ishte pozita e Imam Shafiut. Imam Ahmedi e kishte bërë një përshkrim të jetë interesant, duke thënë se nevoja e besimtarëve për dijen e tij është sikur nevoja e njerëzve për diellin. Pra Imam Shafiu ishte një diell për dijet fetare. Ishte dikush që besimtarët i detyrohen dijes së tij deri në kiamet. Imam Shafiu ka jetuar relativisht shkurtër, ka jetuar vetëm 54 vite dhe në vitin 204 ka vdekur në Egjipt. Tani me lejen e Allahut të madhruar, ne do të vazhdojmë me këshillat e Imam Shafiut për të parë se sa madhështore dhe sa të rëndësishme janë ato. Përmendim që këshilla e parë e tij për të arritur mirësinë e dunjas dhe ahiretit ka të bëjë me pasurinë shpirtërore. Në të vërtetë, nëse ne i referohemi teksteve fetare, ne do të gjejmë se kjo këshillë është e shkoqitur, është e marrë, është e përvetësuar nga këshillat e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Në mënyrë tekstuale, Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: nuk është pasuri që të kesh mall të shumë. Pasuri është ta kesh zemrën plot. Pasuri është pasuria e shpirtit. Dhe imami këtë këshill e ka marrë nga kjo fjalë, kjo thënie, kjo porosi e bukur profetike. Në të vërtetë, Muhamedi alayhi salatu wassalam, siç qëndron në transmetime, në versione tjera, një ditë e kishte pyetur Ebu Dharrin se çfarë nënkuptonte pasuria dhe varfëria tek ata. Ebu Dharri kishte thënë që pasuria nënkupton të kesh mall të shumë, ndërsa varfëria nënkupton
që të kesh mungesë të mallit, të mirave materiale. Pejgamberi alayhis salam i kishte thënë jo. Pasuria është pasuria e shpirtit, sikur që varfëria është varfëri e shpirtit. Pra, nëse dëshiron ta kuptosh se çfarë është pasuria e vërtet, atëherë dije se ajo është pasuria e shpirtit. Dhe kjo, të nderuar vëllezër, ka rëndësinë e vet të jashtëzakonshme. Për faktin se në radhë të parë neve na bën që ne të pajtojmë me atë që na ka dhënë Allahu. Siç e dini, tani më edhe tek jo muslimanët, si qeles i lumturisë në këtë botë është që të jesh i kënaqur me atë që ti e ke. Muhamedi alayhis salam në mënyrë tekstuale na ka thënë këtë: "Warda bima qasama Allahu lek takuna aghna an-nas." Pajto me atë që Allahu të ka dhënë dhe ti do të jesh njeriu më i pastër. Pra, nëse unë pajtoj me caktimet e Zotit, me atë që Zoti ka ndarë për mua, unë do të jam njeriu më i pastër. Kjo na bën neve që ne vlerësimin për gjërat ta kemi ndryshe. Pasuri është ajo që neve na mundson një zhvillim të vërtet, një zhvillim real. Pasuri është ajo që neve na bën të mos bëhemi arrogant. Muhamedi alayhis salam ka kërkuar prej nesh që në çështjet e të mirave materiale dhe në çështjet e vlerave shpirtërore të kemi kritere të ndryshme. Sa i përket tyre të mirave materiale, ne jemi udhëzuar që të shikojmë ata që janë poshtë nesh, nga se kësaj ne bëhemi më vlerësues për të mirat që kemi. Ne mund ta kemi një shtëpi të vogël, por jemi më të pasur se ata që nuk kanë shtëpi fare. Ndërsa sa i përket çështjeve shpirtërore, ne duhet të shikojmë në ata që janë sipër nesh, pra duhet marrim shembull besimtarët që janë më afër Allahut te bareke ve teala se sa ne. Sa i përket këshillës së dytë, ajo ka të bëjë me një koncept për të cilin ne vërtet kemi nevojë të jetë madhe dhe i cili e shpërfaq vlerën e mirëfillt të Islamit. Ne jemi udhëzuar që nëse duam të jemi të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër, atëherë të mos i keq trajtojmë të tjerët. Siç e dini, Muhamedi alayhis salam kur e ka definuar, kur e ka përshkruar muslimanin, e ka përshkruar nga kjo perspektivë. Ka thënë: "El muslim men salim el muslimune min lisanihi wa yadihi." Vërtet, muslimani vërtet i një mend është ai që muslimanët e tjerë janë të sigurt nga gjuha dhe nga dora e tij. Pra, muslimani vërtet është ai që nuk i keq trajton të tjerët, as në kuptimin verbal e as në atë fizik. Pra, nuk i shan, nuk i fyen, nuk shpif, nuk bart fjalë, nuk i mëson keq, nuk i godet, nuk u merr pasurinë. Pra, në asnjë formë prej formave se si mund të manifestohet keqtrajtimi, ai nuk i dëmton ata. Për arsye se dëmtimi, çfarë do qoftë, është prej mëkateve të mëdha. Allahu ka thënë në Kur'an: "Walladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Ata që i ofendojnë muslimanët dhe muslimanët, ju ngarkojnë gjëra që ata janë të pastër për tyre. Ata vërtet kanë bën një shpifje dhe mëkat të madh. Pra, të shpifësh për dikë, ta përgojosh dikë, të bartësh fjalë, janë gjëra që në sferën fetare janë mëkate të mëdha dhe si të tilla janë të gjykuara rrept. Në tekstet fetare, në ajete dhe në hadithe, ne marrim mësime të cilat nëse i analizojmë kanë një efekt parandalues të jetë madh. Nëse ne po supozojmë
do të marrim guximin që t'i zbulojmë të tjerat. Kemi dëgjuar për dikën 1 metë dhe ja zbulojmë në publik. Atëherë, cila është pasoja e kësaj? Pasoja është se, siç ka ardhur në hadithet Muhamedit a.s. Allahu do ta zbulojë atë njeri, qoftë edhe brenda shtëpisë së tij i vetëm. Pra, nëse ke zbuluar dikë, ja ke qitur në shesh të metat, atëherë dije se Allahu edhe të metat tua, gabimet, gjunat, cilat i bën larg syve të njerëzve, mos mendo se ato nuk do t'i zbulohen atyre, përkundrazi Allahu do t'ua zbuloj të tjerëve. E dyta është se ne duke bërë gjërat këtilla, ne ofrojmë një model të keq, edhe të fetarisë, për çka nuk do të kemi shpërblim tek Allahu i madhruar. Sigurisht se keni dëgjuar sa herë hadithin e Muhamedit a.s. në cilin është pyetur për një grua, e cila falet, agjeron, e madje dhe jep lëmosh, por që me gjuhën e saj nuk lë njeri pa e prekur. Fyen, ofendon, bart fjalë. Muhamedi a.s. ka thënë vendi i kësaj gruaje është në ferr. Për faktin se namazi nuk i ka ndaluar nga të këqijat. Dhe kjo ka bërë diçka që fetarisht llogaritet vërtet mkat i madh. Kjo sa i përket fyrjes dhe shpifjes. E paramendoni nëse keq trajtimi është fizik dhe eskalon në vrasje. Është prej mëkateve teje të mëdha, që siç është përmendur në Kur'an, është sikur ta mbysësh një botë të tërë. Kush e ka mbytur një njeri padrejtësisht, është sikur ta ketë mbytur një botë të tërë. Allah xhallahu ala ka përmendur një lloj dënimi për këtë që i mbysin padrejtësisht të tjerët, që nuk është përmendur për asnjë mëkat tjetër. Dënimi për vrasjen e një besimtari është përshkruar në atë formë që nuk është përshkruar për asnjë mëkat tjetër. Ka thënë Allahu: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan", ai që mbyt qëllimshëm një besimtar, fa jazaohu jahannam, ndëshkimi i tij është xhehenemi, khalidan fiha, do të jetë përjetësisht në të, wa ghadiba Allahu alayh, Allahu është i hidhur ndaj tij, wa la'ana, Allahu e ka mallkuar, wa a'adda lahu 'adhaban 'aziman, dhe për të Allahu ka përgatitur një dënim të dhëmshëm. Pra nuk ka asnjë mëkat për të cilin janë përmendur dënimet këtilla, siç është vrasja e padrejtë e një besimtari. Prandaj kemi kujdes që të mos e keqtrajtojmë askën, as me fjalë dhe as fizikisht, sepse këto janë disa prej atyre dënimeve që i marrim nëse bëjmë gabimet të këtilla. Ne po e bëjmë një pauzë të shkurtër, por të rikthyer sërish me këshilla tjera të imamit ton. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen e Allahut të madhruar për të vazhduar me shpjegimin e këshillave të dietarit ton të madh Imam Shafiut, Allahu e mëshiroj. Këshilla vijuese ka të bëjë me fitimin halal. Siç do ta vrejmë me lejen e Allahut të madhruar, mënyra se si ne i zhvillojmë raportet jashtë shtëpisë, jashtë xhamisë, ka një rëndësi të madhe. E veçmas mënyra se si ne e fitojmë idaren, e fitojmë furnizimin. Mësimet kuranore dhe profetike, ne jemi të udhëzuar që të bëjmë bashkimin ndërmjet punës dhe adhurimit. Si besimtar, edhe duhet që të punojmë, edhe duhet që të adhurojmë Allahun te bareke o teala. Allahu ka thënë, për shembull për namazin e xumas, fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kur të përfundoj namazin, atëherë jo shpërndahuni dhe kërkojeni mirësinë e Allahut. Pra, punoni, kërkojeni idaren, kërkojeni furnizimin tuaj. Prandaj ato veprimet ekstreme përcaktimit për njërin dhe jo tjetrën janë gabuara. Pra, si besimtar, nuk do të jesh besimtar i mirë nëse vetëm punon
dhe e lë namazin. Dhe nuk do t'jesh besimtar i mirë nëse përkushtohesh për adhurimin dhe këto detyra tjera i menjonon tërësisht. Pra, ne duhet që edhe adhurimin, edhe punën t'i bëjmë bashkë. Për faktin se kjo është edhe praktik e të dërguarve të Allahut. Nëse ne të dashur vëllezër ndalemi, e shfletojmë Kur'anin, e shfletojmë Sunetin, do të gjejmë që të dërguarit e Allahut kanë qenë punëtor. I dërguari i parë, Nuhu a.s. e ka bërë një anije, e ka ndërtuar anijen. Davudi a.s. ka qenë farkëtar. Muhamedi a.s. ka qenë çoban, ka qenë edhe tregtar madje. Zakaria a.s. ka qenë zdruktar, e ka punuar drurin. Pra, ka shembuj të panumër tek profetët e Zotit, të cilët krahas misionit, krahas kumtimit, që ka qenë shumë i rëndësishëm, edhe kanë punuar. Dhe madje puna e tyre është edhe shembull. Kjo për faktin se puna ka një rëndësi të jetë të madhe që ta ruaj nderin dhe karakterin ton. Muhamedi a.s. ka thënë kësaj: Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Nuk ka ngrënë askush ushqim më të mirë se ai që ka fituar me dorën e vet. Pra, një ushqim nuk llogaritet i mirë për nga shija, për nga mënyra se përgatitet, për nga erëzat që mund t'i vihen. Një ushqim dallon për të mirë nëse e ke fituar me dorën tënde. Dhe janë një shembull i një njeriu të madh, i cili e ka fituar ushqimin me dorën e vet. Wa inna nabiyallahi Daud alayhi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Davudi alayhi salam, pejgamber, mbret, kanë ngrënë vetëm nga puna që ka bërë me çekanin e tij. Pra, ka pasur të mirat e botës në dispozicion. Ka pasur tërë pasurinë, pushtetin, mbret. Mirë po, ai ka ngrënë vetëm nga ajo që e ka fituar me dorën e tij. Dhe ne si besimtar jemi të thirrur që të punojmë në mënyrë që ta ruajmë nderin ton. Nga se ne duke punuar arrim që nga qenit barë të shëndrohemi në kontribues. Nëse nuk punojmë, do të lypim, do të bëhemi barë për të tjerët. Nëse punojmë, ne do të ruajmë nderin ton, fytyrën, dhe do të bëhemi edhe kontribues. Muhamedi a.s. e ka marrë një shembull modest dhe ka thënë që nëse dikush prej jush do të shkonte në mal, do të mbledhte dru, do t'i ngarkonte në shpinën e tij dhe pastaj do t'i shiste me të cilat ai e ruan nderin dhe u ndihmon të tjerëve, është më mirë për të se sa t'ia shtri dorën dikujt i jep ose jo. Pra, mos lejo që ndjekësh shembullin e këtij njeriu pasiv, dembel, që nuk punon, i cili nuk e ka gajle nëse i ashtrin dorën dikujt, madje edhe nëse refuzojnë. Mos e ndiq shembullin e tij, por ndiq shembullin e atij i cili bën punë qofshin edhe të thjeshta, por që janë halal dhe për të cilat ai ka shpërblimin e Allahut të madhëruar. Ne duhet ta ndjekim edhe shembullin e besimtarëve të mirë nga radhët e sahabeve që kanë qenë të dalluar për bujarinë e tyre, kanë qenë të dalluar për fisnikrinë e tyre, për dhënien e shumtë në rrugën e Allahut. Ebu Bekri, Othmani, Abdurrahman ibn Aufi, Allah të qoftë i kënaqur me ta, dhe shumë të tjerë të cilët janë përmendur në Kur'an si shembuj
që ne duhet të ndjekim. Allahu ka thënë: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dhe ju nxitoni për në faljen e Allahut dhe në xhenetin gjerësia e cilit është sa gjerësia e qiejve dhe tokës. E për kë është ky xhenet? Allahu ka thënë është përgatitur për të devotshmit, ata që alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-darra, ata që japin edhe në kamje edhe në skamje. Pra japin edhe kur kanë, por japin edhe kur nuk kanë. Prandaj nëse ne duam që të jemi të udhëzuar, nëse ne duam që të veprojmë mirë dhe drejt, duhet që të ndjekim përveç tjerash edhe këta shembuj të cilët për hir të Allahut, për hir të fitimit të kënaqësisë së Tij, për hir të fitimit të xheneteve kanë dhënë pasuri të mëdha nga ato që ata kanë poseduar. Ne duke punuar, nderuar vëllezër, duke fituar idaren në mënyrë të ndershme, ne në vërtet ofrojmë shembullin e një besimtari të pjekur, i cili fen nuk e kupton pjesërisht dhe në mënyrë të pjesshme, por e kupton si tërësi. Omeri radiallahu anhu përcjell se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Sikur ju të mbështeteshit sinqerisht në Allahun e madhruar, Allahu do t'ju furnizonte ashtu siç ju furnizon zogjet. Në mëngjes dalin bark zbrazur, ndërsa kthehen bark mbushur." Pra zogjet nuk e kanë pritur ushqimin në strofullogun, në folen e tyre. Kanë gdhirë në mëngjes të uritur, kanë dalur, kanë kërkuar ushqimin dhe në mbrëmje janë kthyer të ngopur. Edhe ne njerëzit, në qoftë se në mëngjes dalim dhe punojmë, e kërkojmë furnizimin e Allahut, atëherë Allahu ashtu siç i ushqen këtë shpezë, Allahu do të na ushqejë edhe neve. Përderisa ka të bëjë me fetarin, atë ne duhet ta kuptojmë se shmangja nga kjo rrugë, shmangja nga kjo mënyrë e ndershme e fitimit të idarës, nën kupton që vetës t'i vendosim përballë një hendek të thellë, një pengesë të hekurt, një pengesë e cila ndalon pranimin e adhurimit ton tek Allahu i madhruar. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka përmendur rastin e një njeriu i cili në kuptimin teknik ka përmbushur çdo kusht të mundshëm të pranimit të lutjes. Ka qenë në udhtim, ka qenë i lodhur, i dërmuar nga udhëtimi, ka qenë prej atyre që kanë përsëritur fjalën Allah, Allah, o Zoti im, o Zoti im, i kanë ngritur duart nga qielli që është etik e duas, mirë po me gjitha këto, lutja e tij është refuzuar. E dini pse? Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, nga se ushqimi i tij, pija e tij kanë qenë të ndaluara. E si ti përgjigjet Allahu dikujt që furnizimin i darën e ka haram? Pra në qoftë se ne fitojmë haram, atëherë duhet ta dimë se ky kanal ndërmjet nesh dhe Allahut te bareke ve teala është mbyllur dhe do të mbetet i tillë përderisa ne nuk e hapim duke larguar këto pengesë, këta gurë që janë gurët e haramit. Këshilla tjetër e imamit është devotshmëria. Ka të bëjë me petkun e devotshmërisë. Devotshmëria, siç e dini, nënkupton që ne ta bëjmë atë që është urdhëruar dhe të largohemi prej asaj që është e ndaluar. Devotshmëria nënkupton që ne ta braktisim insistimin në mëkat
dhe të mos mashtrohemi me adhurimet që i kemi bërë. Pra, të mos jemi prej atyre që bëjnë gjunahe të qofshin edhe të vogla, por në të njëjtën kohë mos jemi edhe prej atyre që mashtrohen me adhurimin që e kanë bërë. Nga se asnjëherë ajo që ne e bëjmë për Allahun nuk është e mjaftueshme. Devotshmëria, të nderuar vëllezër, nënkupton që ne të kemi kujdes të shtuar se si veprojmë. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka pyetur Ubej bin Kabin dhe i ka thënë, çfarë është devotshmëria? Ubej ka thënë, a të ka rënë ndonjëherë që të kalosh në një rrugë në të cilën ka xhemba? Ka thënë po. Çfarë vepron? Ka thënë, kujdesem se ku do ta vë këmbën time. Kështu është edhe devotshmëria. Kujdesem se çfarë veprimi do ta bëj, nëse ai veprim është prej atyre gjërave që Zoti e ka ndaluar dhe është i zemruar me ata që i bën ato, apo jo. Devotshmëria ka rëndësi të madhe nga se Allahu i ka urdhëruar me të edhe njerëzit më të mirë. E ka urdhëruar Muhamedit alayhi salatu wassalam, ja ayuhan nabiyyu ittaqillah, o profet, o Muhammed, ke frikë Allahun dhe i devotshëm. Dhe mirësitë e saj janë të panumërta, po përmend vetëm një sa për ilustrim. Allahu ka thënë, inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allahu vërtet i do ata që janë të devotshëm. Prandaj, nëse ne duam që të jemi të devotshëm, atëherë ne duhet që nëse ne duam që Allahu të na dojë, atëherë duhet të jemi të devotshëm. Dhe këshilla e fundit e imamit ton, Imam Shafiut, ka të bëjë me besimin ton në Allahun në çdo gjendje dhe çdo rast. Kjo nënkupton se ne kemi mendim të mirë për Allahun xhallahu ala, se ne mbështetemi sinqerisht në Allahun xhallahu ala, se ne e presim një zgjidhje të mirë prej Allahut te bareke ve taala. E kushdo që e ka një bindje të tillë, Allahu ka premtuar se do të ketë edhe një zgjidhje të mirë për të. O me yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ai që ka frikë Allahun, Allahu do t'i bëj prej çdo problemi një rrugdalje dhe do ta furnizoj me të mira prej nga nuk e kujton fare. Prandaj, duke pasur mendim të mirë në Allahun, ne e shfaqim të besimin ton të thellë në të. Ne bëhemi prej atyre që pritja për zgjidhjen e një problemi nuk shndrohet në ankth, nuk shndrohet në makt. Për faktin se, siç ka shpjeguar sahabiu nderuar Abdullah ibn Mas'udi, Allahu te bareke ve teala ka mundësi për çdo gjë. Çdo e mirë është në dorën e tij. Nëse Allahu dëshiron që të na dhurojë një të mirë, kush mund ta pengojë atë? Askush. Prandaj, përderisa është puna kësaj, atëherë ne të shpresojmë në Allahun, të kemi mendim të mirë për të, se kështu e arrim më të mirën. Nderuar vëllezër, ne nga këto fjalë të mëdha të Imam Shafiut mësuam për botkuptimet e vërteta të lumturisë dhe gëzimit, të cilat manifestohen në disa rrafshe. Manifestohen në aspektin shpirtëror, duke e besuar fuqishëm Allahun e madhruar, duke ju përmbajtur fuqishëm fesë së tij, manifestohen në aspektin moral dhe etik, duke shmangur keqtrajtimin, fyrjen, ofendimin, dëmtimin verbal dhe fizik të njerëzve, dhe manifestohen në kuptim të pozitivitetit dhe produktivitetit. Pra, duke na bërë që ne të punojmë, që të angazhohemi, që të fitojmë idaren, sepse kështu edhe ruajmë nderin ton, edhe kënaqemi Allahun, Allahu qoftë i kënaqur me ne dhe me ju, dhe deri në takimin ton të radhës, po ju përshëndes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.